vajzat e nala. Se s'ka zjarë moj që të vëngëro moj në këtoa. Ikën djemë të ikën vajzat e nala. Të brengë moj e asha. Ose dhe djeli këtu kur e del moj është me dëm. Tu ta gjenjë kërësh të brengë moj e asha. Me mal të shpirtit të po të vajdoj. Oja moj bje përbajtë se janë gjatë. Hajde, hajde, djalinë nësë se kanë ma. Dhe për të nderuar zonjën Libova, unë do të ftoja në skenë kompozitorin e njohur të muzikës shqiptare, zotin Aleksandër Lalo. Mirë mbrëmje dhe mirë se erdhët. Mikrofonin Irma, të lutem. Unë përfitoj nga momenti se për të lënë dy mesazhe. Njerëzit ose muzikantët ose këngëtarët që merren sot me muzikën popullore hynë ke njerëzit e rrallë në këtë kohë të trazuar që jetojnë. Prandaj duhet japim vazhdimisht kurajo këtyre njerëzve. Një mesazh tjetër do të lë për kompozitorët, aranxhatorët, mos ta ngacmojnë këngën popullore. I uroj të tërë këngëtarëve, muzikantëve një fat të mirë dhe ta ruajnë këngën popullore. Faleminderit. Irma Libova, Aleksandër Lalo.